Fjalët mund të lëndojnë shumë, e dashura e Lamine Yamal shpërthen pas sulmeve në rjetë, kanë kaluar orë të tëra. Ines Garcia Santos, partnerja e futbollistit Barcelonës dhe kombëtare spanjolle, Lamine Yamal ka reaguar publikisht pasi u bë objekti një vale kritikash dhe komentesh fyese në rrjetet sociale. Influencuesja spanjolle u përball me akuza nga përdorues të shumë të cilët pretenduan se ajo i kishte dhënë fund lidhjes së mëparshme për të nisur një romancë me Yamalin. Debati u ndez pasi në internet nisën të qarkullojnë fotografi të saj me ish-partnerin, si edhe një koment i shkruar vetëm pak javë më parë ku ajo i drejtohej atij me fjalët "Të dua zemër". Kjo bëri që shumë përdorues të rrjeteve sociale ta akuzonin se kishte kaluar shumë shpejt në një lidhje të re me yllin e Barcelonës. Pas disa komentesh dhe sulmesh, Ines vendosi të thyej heshtjen me një mesazh të gjatë emocional ku foli për ndikimin që kanë pasur këto reagime tek ajo. Nuk e ka menduar kurrë që publikimi diçka e kaq të thjesht do të merrte për masa të tilla. Kam kaluar orë të tëra duke lexuar komentet, edhe pse përpiqem të jem më fort. Edhe unë jam vetëm njeri. Pas këtij profili fshihet një person me ndjenja që qan gabon dhe nuk pushon së qeni njeri, vetëm sepse është në një lidhje, shkroi ajo. Garcia tha se kupton që jo të gjithë mund ta pëlqejnë dhe se nuk ka problem me kritikat, për sa kohë ato shprehen me respekt. Ka një dallim të madh mes të kesh një mendim dhe të shpenzosh kohë për të poshtruar fyer apo për t'i urruar të keqen dikujt që as nuk e njeh. Nuk po i bëj keq askujt, nuk i kam marr askujt asgjë, thjesht po jetoj jetën time, vijoi partnerja e Lamine Yamal. Në reagimin e saj, Ines u bëri thirrje njerëzve të mendojnë dy herë përpara se të shkruajnë komente fyese në internet, duke kujtuar se pas çdo profili fshihet një njeri me emocione, familje e pasiguri. Ju lutem, mos harroni se fjalët mund të lëndojnë shumë më tepër se sa mendoni, theksoi ajo. Në fund të mesazhit ajo sqaroi se nuk po përpiqet të bindë askënd ta pëlqej, por dëshiron që komunikimi në rrjetet sociale të karakterizohet nga më shumë mirëkuptim dhe empati. Shpresoj që një ditë interneti të mos jetë më një vend ku festohet mizoria. Deri atëherë do të vazhdoj të jetoj me respekt dhe shpresoj që edhe të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Faleminderit nga zemra të gjithëve që gjetën kohën ta lexojnë këtë. Më pëlqen thjesht të ndaj momente të vogla nga jeta ime. Nuk dua t'i bëj keq askujt dhe as të shkaktoj që dikush të ndihet keq për atë që publikoj, përfundoi ajo. Reagimi i saj ka ngjallur diskutime të shumta në rrjet me shumë ndjekës që e kanë mbështetur, ndërsa të tjerë vijojnë të komentojnë mbi jetën e saj private dhe marrëdhënien me Lamine Yamal.